Kundërshtanari i LTE Construction, Artur Çavushaj dëbohet nga Bashkia Shijak për rrugë të shtruara Shkeleshko. Sa javë më vonë, e rehabiliton Rakip Suli në Kamës. Plot 1.5 miliard lekë i besohet Çavushajt për të asfaltuar rrugët e Valiasit. Me sa duket, në Bashkinë Kamës nuk është problem se rrugët e Çavushajt prishen nga shiu i parë që bie, sidomos për biznesmenin Çavushaj, që ka lidhje dhe ndërlidhje me një eksponent të rilindjes, nuk mbahen shënim këto njolla që në gjuhën ligjore quhen kritere pune të ngjashme. Më parë po ju tregojmë për kryeveprën e Çavushajt në Shijak. Më datë 20 prill 2026, firma LTE Construction ka marrë pjesë në tendrin e bashkisë për sistemim asfaltim të rrugëve në fshatin Eminas dhe Shetël të njësisë administrative Gjepale. Nga verifikimet e bëra nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatohet se LTE Construction së bashku me një firmë tjetër kanë kryer kontrata sipërmarrje pune publike me Bashkinë Shijak dhe njësitë administrative, për të cilat janë paraqitur ankesa të vazhdueshme për cilësinë e punimeve si rrëshqitje dherash, çerë të asfaltit, dëmtime të skarpatave të rrugës, bllokimi i kanaleve kullues, postimi i shtyrave të ndriçimit e të tjerë. Në përgjigjen e Bashkisë Shijak për arsyeën e skualifikimit të LTE Construction SHPK, citohen edhe korespondencat me këtë kompani lidhur me shembjen e rrugës së ndërtuar prej tyre. Saktësisht ju është dërguar shkresë numër 152 protokoll datë 13 janar 2025, për të cilën ju nuk keni marrë asnjë mas deri më sot. Më pas, anekset ju janë përcjellë në shkresën numër 5002 protokoll datë 9 tetor 2025 dhe numër 1694 protokoll datë 2 prill 2026. Sërish deri më sot nga ana juaj nuk është marrë asnjë mas për të kryer përmirësimet në këtë rrugë, thekson Bashkia Shijak. Ndërkaq dyert për Çavushajn hapen si më magji në Kamës. Bëhet fjalë për prokurimin e Bashkisë Kamës me objekt ndërtimi rrugëve bloku Valias grupi 2 me fondin limit 151.4 milion lekë të reja, pa të vëshë. Tenderi ishte parashikuar të mbahet më 15 prill 2026, por u shtyr për shkak të një ankese në Komisionin e Prokurimit Publik. Ndërkaq, prokurimi është shënuar me flamur të kuq nga Open Data Albania. Kujtojmë se kjo shenjë tregon riskun e korrupsionit. Në mbledhjen e datës 23 prill 2026, KPP shërtoi ankesën e kompanisë Armo Construction, e cila kërkonte modifikimin e dokumenteve të tenderit, ndërtim rrugët bloku Valias grupi 2. KPP vendosi në favor të kompanisë dhe pas ndryshimit të kushteve, Komisioni i Rakip Sulit vazhdoi punën aty ku e kishte lënë. Kështu, më 26 qershor 2026, LTE Construction SHPK u shpall fituese e tenderit. Kompania LTE Construction SHPK u regjistrua më 2017 nga tre vëllezërit Çavushaj dhe hyri menjëherë në lojën e tenderave duke shfrytzuar lidhjet e dukura. Kështu, ka një kapital 100.000 lekë që e nisi shoqëria, aktualisht e ka xhiron vjetor të deklaruar afro 500 milion lekë të reja. Kompania ka funksionuar si pjesë e një skeme që dyshohet se fshet dhe pastron lekë. Një nga partnerët që kanë ndihmuar curinë e Artur Çavushajt është Edmond Beko, i cili ka lidhje me eksponentin e PS-së Tauland Balla. Vitet e fundit Bego është kthyer në një nga biznesmenët më të përfolur dhe të akuzuar dhe nga opozita si miku i Tauland Ballës, kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në vitin 2020, Edmond Bego kishte 2 vila në kompleksin luksos Rolling Hills, në pronësi të kompanisë Inerte Express SHPK, si dhe koncensione pasi ishte pronar i disa guroreve. Në vitin 2020, Bego u bë edhe subjekt i OFL-s. Sipas operacionit Forca e Ligjit, ai është i dënuar në Itali me 11 vjet burg për pjesëmarrje në organizata kriminale, me qëllim trafikim droge, heroin dhe kokain. Vendimi nga drejtësia italiane është marrë më 26 prill 2007, fillimisht me 27 vjet e 9 muaj, i ulur në 18 vjet e 5 muaj dhe së fundmi, si përfitues nga amnistia e 2009-s, është dënuar me 11 vjet heqje lirie. Për të njëjtën çështje në Itali ai është arrestuar dhe vite më parë në Shqipëri asokohej me emrin Manoli Beka. Ishte 24 dhjetor 2009-s kur drejtoria kundër krimit të organizuar në Tiranë arrestoi në kryeqytet. Në njoftimin e policisë 17 vite më parë, nënvizoi fakti se i arrestuari Manoli Beka, lindur në Lushnjë dhe banues në Tiranë, njihet edhe me disa emra të tjerë si Edmond Bego, Sajmir Sina dhe Belul Gjahtari. Gjithashtu, në njoftimin e policisë së dhjetorit 2009, thuhet se i arrestuari ishte i përfshirë në një organizatë kriminale ku bënin pjesë edhe Aldo Bare, Enver Dondollaku, ndërsa ai ka qenë përcaktuar si mbajtjes së lidhjeve me furnizuesit, koordinuesi i aktivitetit dhe pjesëtarëve të tjerë të organizatës, si dhe organizator për shpërndarjen dhe administrimin e parave të përfituara nga trafikimi i lëndëve narkotike. Bazuar në vendimin e gjykatës së lartë në Tiranë në 2010, Bego u lirua për më pak se 3 vjet burgim. Ndërkaq, ai është ndaluar në vitin 2018 nga policia greke teksa kthehej në Shqipëri nga Korfusi, ku bëri pushimet me familjen dhe ku arrestuar për llogari të autoriteteve italiane, por mbi urdhër arresti tashmë të skaduar.
Ai u ndalua me një pasaport me emrin e ndryshuar në Monbega, siç e ka dhe sot, me anë të së cilës kishte kaluar nga Shqipëria për në Korfuz. Ky ndalim ndesi skenën politike në ato kohë, pasi nga ana e opozitës pati akuza për lidhje të forta të Begos me Partinë Socialiste dhe sidomos me numrin 2 të kësaj partie, sekretarin e përgjithshëm, Tauland Balla. PD akuzoi Ballën se ka lidhje të ngushta me Begon, nga cila ka përfituar tender. Tauland Balla u akuzuan nga ish deputeti i PD Servin Saliani se ka udhëtuar 57 herë jashtë vendit me makinën e tij, por edhe me charter në disa vende me Edmond Begon. I gjendur përballë akuzave të opozitës se është ortaku i tij në biznes, Balla sqaroi se e njeh familjarisht, por nuk di që ky personazh ketë pasur ndonjëherë mburoj politika. Por ky nuk ishte politikani i vetëm në rrjetin e Begos. Gjatë hetimeve të SPAK për irzëv të kryeministrin Arben Ahmetaj, doli se Edmond Bego maskonte blerjen e vilës së zyrtarit në Palas. Pas këtyre skandaleve, Bego u këshillua që të bënte një hap pas të përdorte kompani të tjera për tendera, me ndërtimi dhe koncensione. Sipas ligjit, një i dënuar nuk mund të përfitojë kontrata publike, por Bego rezulton se është nonkontraktor me një nga kompanitë e tij në punimet e autostradës Tiranë-Elbasan. Duke ndjekur këto metoda, Bego rezulton të jetë pronar i vërtet i resortit kështjell që po ndërtohet në Bërdënesh, në Sarand. Këtu del në skenë Artur Çaushaj. Në zonën e Bërdëneshit, në Sarand, do të ndërtohet një lagj në formën e citadelave antike, i pagëzuar me emrin Bërdënesh Hills. Projekti është dizenjuar nga studioja italiane NOA dhe parashikon ndërtimin e 8 pallateve ngjitur me detin. Projekti, i cili parashikon mbi 60.000 m2 sipërfaqe ndërtimi, do të ndërtohet me një trust prej 4 kompanish, mes të cilave Best Construction e Monbegos dhe LTE Artur Çaushajt. Programi funksional përfshin afërsisht 250 apartamente dhe një hotel të shpërndarë në 26.000 m2. Marrja e lejeve për resortin është shoqëruar me veprime të shpejta të Çaushajt dhe Begos për të fshehur origjimin e parave për këtë ndërtesë. Në shtator 2023, kompania Monbegos Best Construction është blerë nga Artur Çaushaj. 2 muaj më vonë, Çaushaj ishte gjysmën e aksioneve Dionis Likometës, pronarit të Bitex Refinery. LDE Construction SHPK është kompania Artur Çaushaj që mban marrëdhënie direkte me shtetin. Ajo është dera hyrëse e parave publike, subjekti që firmos kontrata me Bashkinë e Tiranës, merr pagesa nga tesari i shtetit dhe shfaqet formalisht si fitues tenderash. Të dhënat zyrtare të publikuara tregojnë se përmes LTE Construction, Artur Çaushaj ka përfituar pagesa buxhetore që të përkthyer në euro i afrohen 8 milionëve, kryesisht në procedura ku konkurenca është shuar artificialisht, përmes kualifikimeve masive dhe vlerësimeve formale. Në këto procedura, emri Artur Çaushajt nuk del rastësisht, por pikërisht aty ku 10, 12 apo 15 kompani të tjera përjashtohen për arsye banale, ndërsa LTE Construction mbetet ofertuesi i vetëm i vlefshëm, duke garantuar fitoren dhe çmimin më të lartë. Kjo skemë përsëritur disa herë nuk është gabim administrativ, por model funksional që i shërben drejt për drejt interesit të atyre që janë pas Artur Çaushajt. Nga ana tjetër, Çaushaj bën riqarkullim të parave në një cikël të mbyllur. Paratë e marra nga tenderat nuk shndrojnë gjatë brenda LTE Construction. Ato zhvendosen te kompania Trust Construction SHPK. Kjo është regjistruar me kapital 100 lekë. Megjithatë, shërben si mbulesë për të marrë leje ndërtimi për kulla dhe resorte 10 milionë euro. Me firmën e Edi Ramës së fundmi, është dhënë kjo leje për kull 29 kaqen me vendodhje në rrugën Viktor Eftemiu në Bashkinë Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë Trust Construction SHPK. Një kompani pa kapital, por me ndërhyrjen e duhur politike, arrin të marrë leje për kull në kryeqytet. Pjesa e tretë e kësaj strukture është Best Construction SHPK, pjesë e marrëdhënies së nëndeshme me Monbegon. Duke ardhur tek mbrojtja që gëzon Artur Çaushaj si partner i Monbegos, nuk mund të mos dyshojmë që një mbështetje vjen edhe nga Tauland Balla. Ky i fundit, në rolin e drejtuesit politik të PS-s për qarkun Tiranë, ka marrëdhënie shumë të mira me kryebashkiakun Rakip Suli. A flasin këta të dy për tendrat? Indicia ekziston. Ndoshta zbulohet e vërteta ndonjë ditë kur SPAK të marrë telefonat edhe këtyre dy zyrtarëve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.